Lart Vasili, një nga banorët më të komentuar të Big Brother VIP Albania, po tërheq një vëmendje të madhe me veprimet dhe bisedat e tij, veçanërisht me Valbona. Në një bisedë intrigante me moderatoren Rozana, ai zbuloi një sekret të madh të produksionit që bëri që audienca të mbetej e habitur. Nelin, gjatë këtij dialogu, Larti ndau mendimet e tij rreth mbrojtjes që ai ndjen për të ruajtur imazhin e tij përballë publikut. Ai theksoi se ka momente ku produksioni ndërhyn për të shmangur situata të pakëndshme, duke lënë të nënkuptohet se disa biseda janë të monitoruara dhe se audienca nuk sheh gjithmonë të vërtetën e asaj që ndodh brenda shtëpisë. Rozana, duke u përpjekur të zbulojë më shumë, e pyeti Lartin se kush ishin ata që e mbrojnë atë, por pa pritmas, kamerat u larguan, duke lënë skeptik shumë ndjekës. Kjo ngjarje ngjalli pikpyetje në lidhje me integritetin e produksionit dhe kontrollin e informacionit që publikohet. Nelin, pjesëmarrësit në Big Brother shpesh ndihen si kukulla të një testi social, ku veprimi i tyre i vërtet mund të manipulohet nga skenaret e menduar. Disa nga finalistët, sipas Lartit, kanë arritur në finale pa pasur mbështetje të dukshme nga publiku, duke sugjeruar përfshirjen e strategjive të stisura për të mbajtur interesin e shikuesve. Nelin, kjo situatë trajton një aspekt të thellë të reality show-ve, i cili shpesh herë vën në dyshim autenticitetin e saj. Kur kamerat largohen në momente kyçe, është e vështirë të kuptohet se çfarë ndodh në të vërtetë pas dyerve të mbyllura. Nelin, frika se diskutimet intime dhe befasuese mund të censurohen sjell një ndjenjë të pasigurisë të të ftuarit. Nëse ata nuk janë të sigurt se çfarë do të kalojnë në ekranin e tij, si mund të jenë të sinqertë në paraqitjen e tingujve të tyre më të brendshëm? Nelin, pjesa më e madhe e ndjekësve janë të interesuar për cila është e vërteta që qëndron pas kamerave. Këto pyetje mbeten pa përgjigje, duke lënë një mister të thellë për publikun shqiptar. Lart Vasili është tashmë një figurë legjendare në shpërndarjen e kësaj dinamike përmes historive dhe bisedave të tij. Nelin, ky incident rihapi diskutimin mbi etikën e reality show-ve dhe ndikimin e tyre në jetën personale të individëve të përfshirë. Si duhet të reagojnë shikuesit ndaj manipulimeve të mundshme? Dhe a është koha për të rishikuar konceptin e hapësirës private në një botë